dikush vjen në vërreza me knu Kur'an. Ka disa të ashtu qujtur hoxalar, se s'jan hoxalara, hoxha I kupton senet. Të ashtu qujtur hoxalar, vën edhe shallë, gjybe, vjen këtu, e kap një musaf me veti apo një liber, edhe vjen ju kënon jasina në përvoras, ose hatme. Edhe këto më zgaboni, këto se ndë mi marë, se rrena janë këto. Kurani s'ka zbrit për të vdekmit, Kurani ka zbrit për të gjallit. Kurani është kushtetut, as kemi thonë 100 hera, e kushtetutën kushe për kranë dhe praktikon gjallit atë vdekmit. Çka ka në Kuran? Falë në namazin, ose ushqehuni me halal, runu prej haramit. Çka kam ju thonë babës teme, nënës teme, unë tash? Falë në namazin, ushqehuni me halal, mos pini alkoholin, a bëhen këto punë. Kuptone? Çka është Kurani? Kurani është plan program I jetës. Son për dekmit e mo, jetës dënjas është. Bashkë ata hoxalar që ja u knojnë jasinin të vdekurve, bashkë atyne dhe ju drejtoho me këtë fjalë. Spjegoni au popullit juj ajetin në faqen e 5 në fund. Liun dhire men kane hajjen va jahika l'kaulu alil kafirin. E juve për ja u spjegoj shka është. Ata din vetë ata që din gjuhën arabe. Ky Kur'an ka zbritur për thë, për më ju tërhek vrejtjen kush o gjallë. Kush është gjallë. A ti thëmë babës tem tëmë, o baba jem, o Hajina Sufi, më zvith, më s'pi alkohol. A ti thëmë? Ti thëmë nënës teme, mbuloju nëna jeme. Fale namazin, më s'pi duhan baba jem. Jo bre, ki Kur'an ka zbrit për gjallit, jo për vdekurit. Liundhira men kane hajjan o jahika l'kaulu alel kafirin. Po hoqë bre, po thënë do hoqë mi u knu Kur'an anë I knina. Ja, ti kur të knësh Kur'an për veti, se dhe unë knëj Kur'an gjdo dit, asë një dit, s'ngeli pa Kur'an, hiq. Unë kur knëj Kur'an gjdo dit, për veti që knëj, se vapi jam ju shkon prindve. Më qëfar argumenti, Hoxha Efendi? Ja, ngor në argumentin. Wa an lejse lil insani illa ma sa'a, wa an sa'yahu sawfa yura. Njeri ju ka me marë prej kontributit që ka bon kërë konë gjallë. E që ka kanë bo këta baba jeme, nëna jeme kontribut? Po mu më kanë që mu bo hoqë, me kalzut dinin Allah.